Problemi vjetër, por premtime të reja. Njëra nga rrugët më të frekuentuara dhe më kritike, bulevardi Cvetan Dimov është njëri nga problemet me të cilat përballen banorët e kësaj ane. Rrugë të ngushta, kolona të gjata, mungesë hapësirash për lëvizjen e këmbësorëve janë vetëm disa nga vështirësitë që ata hasin. As muri mbrojtës që u vendos për të zbutur kaosin nuk i dha zgjidhje problemit. Listës së premtimeve të shumta tani është shtuar një premtim me afat kohor. Kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski në emisionin Impact në TV Shenja premtoi se aktivitetet ndërtimore të këtij bulevardi do të nisin deri në fund të vitit. Ndërsa paraprakisht dokumentacionin e projektit që duhet ta përgatisë komuna e Çajirit, tha se duhet të jetë i gatshëm deri në muajin gusht. Komuna e Çajirit është e përgjegjëse për përgatitjen e dokumentacionit të projektit. Njëkohësisht kemi parapar mjetet në buxhet për këtë vit. Pse? Sepse unë jam i bindur që diku në gusht të këtij viti duhet të jetë gati dokumentacioni i projektit, me zotin para të nënshkruhet tenderi dhe në pajtim me atë që e kanë premtuar para zgjedhjeve. Është ajo që këtë vit të kalendarik të fillojmë me aktivitete ndërtimore. Edhe komuna e Çajirit premton se do të qëndrojë brenda afateve të parapara kohore. Komuna e Çajirit tashmë ka nisur procedurat dhe aktivitete për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për projektin e bulevardit Cvetan Dimov. Aktivitetet po zhvillohen sipas dinamikës së planifikuar dhe pritjet janë që afatet e paralajmëruara të respektohen, përkatësisht dokumentacioni të jetë gati deri në muajin gusht. Edhe pse skeptik nga premtimet e shumta që nuk janë mbajtur, qytetarët shpresojnë që këtë herë të jetë definitive, në mënyrë që lëvizja e qytetarëve si në këmbë si me vetura të jetë më e lehtë. Po duhet më rregullu, edhe shteti do të më rregullu, që sta mura për shembull nuk do të më konë. Një rreth me pas, që dikush me pas ndaj fëmijë smut ndaj sen do të na mbullon me shku. Ky do të më shku te në alta, atje më kthy tek hotel vjen fëmia unë me dek. Domethënë hin rreth shkon me nerë. Kështu një rreth, nuk ka zor me vë? Po, mendoj se do të. Asgjë tjetër, edhe një kursi tjetër dhe mjafton. Qarkullimi jetë më i lirë. Disa ndeshësh kanë bënë me këtë blokadën tona, tani më nuk ka. Janë paksuar. Tepër janë paksuar. Po në qoftë se arrin edhe kursia më vë, atëherë besoj që krejt ato probleme që janë qarkullimit, mendoj që kanë më zgjidhur. Ndoshta ndodh, po me ditë. Jo, tash është pak më mirë se kanë vu këtë paravanin mes. Qarkullon pak më mirë, po të xhanu ish bëhet edhe më mirë. Po të xhanojnë që këtë qarkullim më të mirë dhe njerëzit të kryejnë obligimet e veta në mënyrë më të shpejtë e më të mirë. Po. Kryetari i Shkupit Gjorgjevski në premtim parazgjedhor patjetër thënë se bulevardi duhet të zgjerohet në gjithsej 6 kursi, nga 3 në të 2 anët. Do të fillojë nga Bit Pazari deri te udhkryqi me bulevardin Kristian Todorovski Karpoç dhe John Kennedy. Planifikohet të kushtojë gjithsej 10 milion euro, 7 për realizim dhe 3 për dëmshpërblimin e objekteve që do të rënohen.